ditë turpshëm. Prandaj mashkulli aty nuk e ka vendin, nëse është besimtar edhe pa marrë parasysh që është besimtar, sepse të detyron me shiku, a une si femër, une se kom pas problem me i pa femrat e zhveshura, se vetë jam femër, sa për mashkujt që ka aty këtu, normal, neve Zotin na mëson ulni shikimet e juja, pastaj unë e kam shembull vetë profetin Muhammed, i cili nuk ka nejtë vetëm në dhomën e adhurimit edhe në xhami, kurse si, aje ka pa vetëm në një shoqëri ma të degenerume, që natën i kanë pas burat, kanë 20 gradë veta personale, i kanë dërgu në shtëpijat me flamurat kuq, ta natën me bot qef, me të tjerët dhe në mëngjes ja kanë marë parat. Apo e kundër të asaj në kohën e profetit që i kanë thënë gënjeshtar, që i kanë thënë i pamoralshëm, se ke kaq gra e tjera, unë e kom pa një 10%, një 5% e profetit Muhammed, i cilë pa që e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, Hazreti Merjemës e cila nuk ka qenë nuk ka qenë e përkrahur nga vetë priftat, sepse ajo kur i ka dhënë një fjalë të drejtë, një mendim të drejtë, ata nuk ja kanë marrë fjalën e Merjemës, mandej ma në fund një mrekulli të Zotit, vetë priftërinjet asaj kohë, një mrekulli të Zotit që Merjemja mbeti shtatzon duke qenë virgjër, si mas Kuranit, ata i thanë